i qofsh falë kësaj gjenazë, i thot Nexhati, se krejt shpime kësha falë, gjatë kohës kur këta nga kati tret, përpiqeshin ta nxjerrin kufonin e Betri Rexhepit. Drejtar, do duhet të lejoni ju japat mundësinë që kolegu të përgjigjet pas teve. Jo, nuk e pa. Ja, nuk e pa. Kishin përgjigje për arkitekturën. Pa më dyshe se kjo gjykim është i përfshirë me shkelje esenciale. Ja pse, e përmendi gjyqtarja referuese se gjykimi ankimuar përbët prej mbi 100 faqe, prej të cilave vetëm 2 faqe në tërësi përmbajnë arsyetim dhe analizë të provave nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Tër volumi tjetër i gjykimit ka të bëjë me bartje të procesverbaleve nga shqyrtimet kryesore në gjykim. Pra, nuk kemi një analizë të mirëfillt të gjykatës së shkallës së parë në një çështje aq serioze ku bëhet fjalë për një vrasje në bashkëkryer. Ne që jemi profesionist e dim se bashkëkryeja është çështja më komplekse, si në të drejtën penale ashtu edhe në kodin penal. Gjykata e shkallës së parë duhet të vërtetoj me saksi, me që e përmend në gjykimin e ankimuar, datën e precizuar 9 janar deri në prill kur është kryer vrasja. Pra me 9 janar ka filluar marrëveshja paraprake mes të akuzuarve. E si ka mundësi në 114 faqe gjykata të mos jetë në gjendje, fillimisht as prokuroria, të vërtetoj, të ofroj, se lere të vërtetoj, të ofroj një provë kur ka filluar kjo marrëveshje, si ka filluar, si është arrit, si janë nda rolet, cili është kontributi i secilit prej të akuzuarve. A e tha gjyqtarja referuese se, sipas arsyetimit të gjykimit të ankimuar, kontributi i Nexhat Vllazaliut në bashkëkryerjen e veprës penale të vrasjes është vënia në dispozicion e shtëpisë së tij në fshatin Novobër, Vllazaliu. Si ka mundësi të jetë bashkëkryerje në vrasje ku sipas dispozitivit të aktakuzës dhe të aktgjykimit vetë prokuroria plason një teori të tillë akuzuese se veprimet e të akuzuarit janë veprime që eventualisht mund të cilësohen pas kryerjes së veprës. Pra, në tërë dispozitivit përshkruhet vrasja e tani të ndjerit nga ana e të akuzuarit jeton, ngulfatja me duar nga ana e tij, detajet e tjera të shkuarjes dhe daljes nga i vend, ndërka që e keni në aktgjykim ku thotë 7 herë me prova materiale, 7 herë i akuzuari jeton pas vrasjes, është dash ta thret vllaun e tij i cili nuk është përgjigj për të shkuar ta marrë një vendcaktuar. A është e mundur që me një marrëveshje paraprake për 4 muaj të ndodhë një vrasje e tillë? E dyta, një çështje tjetër që këtu është me rëndësi të përmend. Vënia në dispozicion e shtëpisë është veprimi inkriminues sipas aktakuzës dhe aktgjykimit të ankimuar. Nga shkresat e lëndës rezulton, po edhe logjikisht, shtëpia është ekzistuese, është objekt i cili qëndron në një vend. Është shtëpi e pabanuar dhe e hapur në të cilin mund të kemi qasje edhe ne, që fare nuk e njohim atëherë. Dhe si ka mundësi që Nexhati ta ketë vënë atë shtëpi në dispozicion. 29 dëshmitar për 2 vite e gjysmë janë dëgjuar në këtë shqyrtim gjyqësor. Nga 29 dëshmitar, absolut asnjë i vetëm nuk e njeh, nuk e përmend, nuk e përfshin dhe në asnjë mënyrë nuk e inkriminon të akuzuarin Nexhat Vllazaliu. Çka ka Nexhati punë me vrasje? Nexhati nuk mundet një fakt me mohu, së në marë, që jo vlla biologjik i jetonit. Së ku që asë nësë me mohu vllazim, që jo vllazim biologjik, që dhe së në marë. E këto sene tjera, kreti ka marë, ka shku, ka ardhë, në kena kesh ardhë për njerë që ka vdek. Ama faktikisht do të me argumentu fajsi këti.
Në vepër penale qash let me shiktu dënimin aty për 3-4 minuta u kry. Edhe thash 114 faqe. Mirë thënë kolegë, nëse i ki përmi 2 faqe, 20 rena arsyetim na edhe bisedojmë këtë çështje tjetër, çu doni. Unë më shumë nuk po foli, unë kam besim se unë tro profesional. Ma më mëna. Nuk era të lyp me lava mëshirë. Jetë vetë, s'u nevojë me këtë mëshirë për ta. Mirë po, duhet me të drejtësia me organ. Në qoftë se gjykata kufizohet që duhet i analizojë të gjitha dëshmitë për të nxjerrë një të vërtetë, nga dëshmia e të akuzuarit për bindjen time nuk e gjen leç, edhe sa besë se gjen as në praktikë. Pra gjykata ka diskrecion, dhe këtë e dimë të gjithë dhe parashtrojmë dhe ne ju themi madje, se gjykata ka diskrecion që më ndërgjegje ta vlerësoj se se mbrove që veç të gjej cila lidhet me tjetrën për të ardhur deri tek konkluzioni i gjuhës. Ekspertiza thotë që është ngufar, jetoni thotë e ka ngufar. E përshkruan në vendin, na thonë që nuk dihet vendi se ku ka ndodhur vrasja. Nuk dihet se kur ka ndodhur vrasja. Si s'dihet? Kur këta vetë pranën, jetoni thot data 8, e pranën kuzhinën, e pranën katin e tretë, e pranën perdën, e pranën veturën. Dhe thot një sentencë të rëndësishme. I qofsh falë kësaj gjenaze, i thot në gjati, se krejt shpime kësha falë, gjatë kohës kur këta nga kati tretë, përpiqeshin ta nxjerrin kufonën e Betrirë Xhepit jashtë. Dhe ja lidhen me qese të zezë. Pra kur i ndëgjoj ankesat, e kam vështirë me kuptu, apo pretendohet që krimi s'ka ekzistu, apo pretendohet që këta se kanë kry, apo thjesht ka një shkak tjetër të vdekjes së Betrirë Xhepit, pretendimet e mbrojtësve, se duhet të vërtetohet një skenar, ngjasojnë me filmat e Big Brotherit. Jo me një marrëveshje 4 mujore. Po thonë se në gjati, nësi në gjati dhe jetonit nuk ka pas marrëveshje. Po ja u kujtoj vesh një deklarat të në gjatin cilësi dëshmitarit. Datës 7/4/2022 me qenë se për referohen gjendës faktike. Kur e pyesi në gjatin se ku ke qenë mëngjesin e datës 8 në natën kur e vritet Betrirë Xhepi, në gjati thotë kam shku në Vasali. Kam shku me marrë drum, vetë kam shku. Kur e pyesin a e ke pa jetonin a dit aty, nuk me kujtohet a e kam pa. Pra nuk i kujtohet në gjatit se a pa jetonin ditën kur shkojmë ja përgatit terrenin për ekzekutimin dinak të Betrirë Xhepit. Dhe tash po thirrën, e tash po thonë se ky krem nuk pas ka ndodhur, se në gjati s'pas ka qenë aty. E sheni të nesërmen, me datën 9, në gjati vetë e përshkruan, kam shku prapë thërë në Vasali, e kom taku jetonin, e kom pyta ke flajt, kemi shku bashkë me të. Kur e përballi unë me deklaratat e tij në gjykem, ky zotëri thotë nuk më kujtohet se e kom thënë unë këtë. Ky komandant zone i ushtrisë dikur pretendon se ka luftu për lirinë atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Betrirë Xhepit dhe kështu thonë provat, kështu thot vetë dëshmia e atij zotënisë që ka ngol fort me durët e tij. Ky thot që ka shku e ka zhvarros. Dhe skica, që po pretendojnë që ka zhduk një skice që ka provë. Jo, skica është rrëfimi i një njerit që ka ndryshu 50 versione të tjera. Skica është dëshkrimi i tij që ja ka referuar në gjatin në prokurori. Sa i përket përgjimit. Keni parasysh një përgjim i cili dihet se kush ka qëllim maskimi e kush ka qëllim zbulimi. Pra, jetoni se ka idenë se kush ku fuma. Në gjati shkën të pyet me të vogël dhe pak më naton, që aty ku ke qepja, perdja, kush është kontestuese në faktin konkret, që këta s'kan fol, kur është pyet nga trupi gjykues, për cilin sot ban vrejtje, e ja u thej në fund për pjesë, kur është pyet se pse këtu po i thumë me zot vogël e atje me zot larg, hiç s'm kujtohet. Pra, kur do që është vazhdu në gjatë Vasaliu, me faktet e dëshmit, e provat e lidhshme këtu, e ka pas një narracion, nuk me kujtohet. Madje, në një situatë, ka heqë dorë me u përgjigj në pyetjet e mia, për shkak se unë ja pas zvarrit këtij gjykimin, e si e përpasoj, ky pas ka mbet në masën e parapërgjimit. Krimi që është kryer nuk është absolutisht dilemas më e vogël, që është kryer në konakun e tyre, që është kryer në pabesi, që është kryer në dinakri, që është përpiq me u masku, e që njësitë më elite të policisë Kosovës plot 18 muaj kanë punuar për me zbulu, është e padiskutueshme.
Po pretendohet se do duhej kishte kontratë me shkrim për një marrëveshje mes dy vëllezërve që jetojnë bashkë, që thoni kemi pas raportet shumë të mira, që natën kur ekzekutojnë Bedri Recepin me çokoladë festojnë? Natyrisht jo. Natyrisht nuk ka si pretendime, nuk mund të ketë si pretendime, sepse ta kanë pas kohën e mjaftueshme. Po pretendojnë që nuk pas ka pas motivi që janë ka i pa vërtetuar. Absolutisht jo. Jo vetëm që është vërtetuar që është dobi pasurore. Janë dy motive në fakt. Nëse marrë motivin e jetonit, thotë se ka ekzekutuar për shkak se Bedri Rexhepi ka qenë lidhur me çikën e Nexhatit. Tash le të përcaktohen cilën po e zgjedhin pse kanë ekzekutuar. E kanë ekzekutuar për moral apo për material? Kjo është me përgjigje, kjo është me masa, kjo nuk e kontestojnë këta. Ndërkohë që kemi ftuar edhe çikën, e cila fatkeqësisht është trëndit në rastin e s'poja përmendja se emrin se unë kam qenë insistuesi që as mos dëgjohet në publik, dhe kam mohu si fakt e si ndodhi. Pra prapë e kthen te çështja materiale. Jetoni e pohën krimin, Nexhati e kontribon thelbësisht në kryimin e krimit. Nuk është veç vënia e shtëpisë në dispozicion që pretendohet në ankesa. Nuk ja ka dhënë shtëpinë me qira. O shkuja ka përgatitur terrenin me datën 8 me gojën e vet atë, në cilësitë e dëshmitarit. Pra para se mu kry krimi, para se jetoni ta krijoj skenarin e ta bëj ekzekutimin. U pretendua këtu nga kolegët të dashtëm që ky aktgjykim për 114 faqe i ka vetëm 3 faqe arsyetimi. Përbes është pa drejt me çyj kështu. Përbes nëse merr që një prej tyre merr me faqen 54 që në ka rënë sy kështu prej saj gjykata që në paragrafin e parafundit të gjykata kësaj bisede të vëllezërve Vllazariu vren ndjenën e fajësisë apo nënvetdije. Pak një paragraf më lart, plotësisht gjykatave theksin në atë se të pandehur pranojnë se kanë kryer rol aktiv e tjera. Nëse ka dikun në kodin e procedurës penale që thuhet se arsyetimi duhet ta ketë një kronologji që fillimisht gjykatës ja ndalon që për secilin dëshmi që elaboron të bëjë arsyetim, unë e pranoj që ka shkelje. Por këtu gjykata është kujdesi të jap për bindjen time, për te nevojës, është kujdesi të jap arsyetim për secilin provë që e ka administruar. Drejtor, do duhet të lejoni ju japat si që kolegu të përgjigjet pas tebe. Jo, nuk e pa. Ja, nuk e pa. Kishin përgjigje për arkitekturën. Po, nuk në diskriminim nuk prita. Këto se prita për i kolegjit. Ekzofrenore i rritët me djallë. A? E këni atë fjallë në ekzofrenore i rritë. Unë e në shumë qka, po. Jo, fjallën ekzofrenore i rritë. Fjallë. Tash, me dhe të vendime, në është një shkallëshmëri si që dim tonë. Në qimë dorë me lezu të e mështë të paragrafit të të trej. Ati që shpja për zërë. Ati që shpja për zërë. Si për ata, se dojnë, ata po të shumë në mësua. Ty patat me zeqme me të Shkove. Ta dashni kësaj robe. Ja, ma dashni,